Një ish drejtues i lartë i policisë së Vlorës ka rënë në pranga këtë të shtunë. Urdhri i arrestit për shtetasin me iniciale RK është ekzekutuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Pak vite më parë, ai ka qenë shef për hetimin e krimeve në Vlorë dhe numri 2 komisariatit të policisë. Efektivi i lartë i policisë së shtetit me inicialet RK aktualisht mbante detyrën e shefit të seksionit, ekspert në seksionin e policisë shkencore, pranë drejtorisë vendore të policisë së Kukësit, ndërsa më herët ka shërbyer në disa komisariate si Lushnjë, Tiranë. Sipas njoftimit të policisë, ai do të përballet me akuzat e shpërdorimit detyrës për fshirje në trafik lëndësh narkotike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Dyshohet se në kohën kur janë kryer veprat penale, ai ka qenë shef për hetimin e krimeve në Vlorë dhe ka lëvizur gjatë kohës në disa detyra të tjera në Lushnjë, shef i krimeve në komisariatin numër 1 në Tiranë, si dhe së fundmi në Kukës. Po me urdhër të SPAK në bashkëpunim me autoritetet në Zvicër, ra në pranga gjatë kësaj të shtune, një ish polic me inicialet HD. Për këtë të fundit, burime nga SPAK-u thonë se janë zbardhur episode të trafikut të drogës nga Gjermania dhe Hollanda.